Ndaloni dasmën! Ka tradhti në këtë mes! Atë natë, fshati Lura nuk po flinte. Rruga kryesore e Gjarprit që përshkonte përmes kodrat e thepisura, ishte ndriçuar skaj më skaj nga një varg i pafundëm makinash të reja luksoze. Xhamat e tyre të zinj pasqyronin dritat e fuqishme të fishekzjarreve që shpërthenin pa pushim mbi çatinë e restorantit, më të madh e më të shtrenjtë të gjithë krahinës. Gjithçka në atë pamje transmetonte vetëm dy gjëra: para të pafundme dhe një pushtet të hekur që për dekada me radhë askush nuk kishte pasur guximin ta sfidonte apo ta pyeste fare. Ishte nata e dasmës së Arbenit, djalit të vetëm e të përkëdhelur të Ilir Krasniqit, njeriu që zotëronte pothuajse çdo biznes lokal, çdo sipërfaqe toke me vlerë dhe çdo autoritet në atë zonë. Brenda sallës gjigante, e mbuluar me drurin e gdhendur të pishave të egra dhe e zbukuruar me kristale që shkëlqenin në dritën e ngrohtë e praruar të abazhurve të varur, atmosfera po vlonte nga muzika popullore e orkestrës dhe duar trokitjet e stuhishme të qindra të ftuarve. Tavolinat mbyteshin nga ushqimet më të zgjedhura, pjatat me mishra të egër e pije të shtrenjta importi, ndërsa vera rrithte pa kursim në çdo gotë. Në krye të vendit, i ulur në një karrige të madhe që i ngjante një froni, qëndronte vetë Iliri, me gotën e ujskit të ngritur lart dhe me një buzëqeshje të thellëve të kënaqësie që i mbulonte fytyrën e tij të ashpër e të gdhendur nga vitet e pushtetit. Ai ndiqte çdo lëvizje të sallës. Pranë tij, i bir Arbeni, i veshur me një kostum luksoz të qepur me mas nga dizajnerët më të njohur, po shtrëngonte dorën e nuses së tij, vajzës së vetme të një biznesmeni tjetër mjaft të fuqishëm nga kryeqyteti. Ajo dasmë nuk ishte egzyzerisht një kurorzim dashurie mes dy të rinjve. Ishte një aleancë e madhe strategjike pasurie, ndikimi dhe nga ato lidhje që do t'i bënin të dyja familjet përfundimisht të paprekshme nga ligji apo nga kushdo tjetër. Ritmia e ndezur e daulleve dhe e fyellit nisi të ngadalsohej gradualisht kur orkestra hapi rrugën për momentin më të rëndësishëm e më solem të mbrëmjes: shkëmbimin e unazave të martesës. Dhëndri me një vetbesim të dukshëm, mori unazën e artë me gur diamantësh dhe nisi t'i kapte gishtin nuses. Në atë çast, të gjithë të ftuarit në sallë u ngritën në këmbë, me telefonat e tyre të ngritur lart e me dritat e blitësit të ndezura për të fiksuar çdo sekond të atij çasti përrallor. Zëri i kryetarit të ceremonisë jehoi i fuqishëm në të gjithë sallën përmes bokseve, duke bërë pyetjen e zakonshme tradicionale: nëse kishte dikush midis të pranishmëve që kishte diçka për të thënë apo ndonjë arsye pse kjo martesë nuk duhej të vazhdonte. Ishte thjesht një pyetje formale, një zakon i vjetër ceremonisht që të gjithë e dinin se do të kalonte si gjithmonë në heshtje absolute dhe me buzëqeshje miratuese. Por saktësisht në atë sekond të art, një zhurmë e papritur e përplasjes së hekurit dhe drurit të rënd përshkoi çdo kënd të sallës. Dyert e mëdha dy fleqësh të hyrjes kryesore u goditën me një forcë të jashtëzakonshme dhe u hapën gjerësisht, duke lënë të hynte brenda një rrymë e ftohtë e erës së natës bashkë me mjegullën e dendur që po zbriste nga malet. Muzika u ndërpre në mënyrë të menjëhershme, me një zhurmë të mpret e gëryese nga mikrofonat e orkestrës. E gjithë salla, qindra njerëz të veshur me fustane e kostume luksoze, u kthyen menjëherë prapa, të tronditur nga ajo ndërhyrje e papritur. Aty, mbi pragun e ftohtë të gurtë të hyrjes, qëndronte një grua e re. Ajo kishte veshur një pallto të vjetër e të zbehur nga shiu i vjeshtës, me këpucë të baltosura dhe me flokët e lagur që i ngjiteshin pas fytyrës së saj të zbehtë e të raskapitur. Në dorën e saj të djathtë, ajo mbante fort një djalë të vogël jo më shumë se 5 vjeç, i cili me sy të trembur e shtrëngonte me frikë rrobën e së ndërsa mundohej t'i fshihej dritave të fuqishme të sallës. Gruaja nuk kishte asnjë çantë e asnjë stolje me vete, përveç një letre të zverdhur e të palosur disa herë që e mbante të shtrënguar fort në dorën e saj tjetër, me gishtat që i dridheshin jo nga e ftohta e natës, por nga një hidhërim i thellë e një zemërim i grumbulluar prej viteve. E gjithë salla u mbërthye nga një heshtje mortore, aq e thellë sa dëgjohej vetëm frymëmarrja e rënduar e asaj gruaje që sapo kishte guxuar të shkelte me këmbë mbi natën më të madhe e më të rëndësishme të familjes më të fuqishme të krahinës. Edhe pse e gjithë salla mbeti e ngrirë për disa sekonda,
Heshtja e rënd u thye papritur nga kërkëllima e karrigjes së rënd të drurit që u shty me dhunë prapa. Ilir Krasniqi u ngrit në këmbë. Fytyra e tij e gdhendur nga vitet e pushtetit e të kontrollit absolut u eferua në çast, duke marrë një hije të errët e kërcënuese. Sytë e tij të vegjël e të ftohtë shpuan tepër te gruan që qëndronte te dera. Ai hodhi gotën e ujskit mbi tavolinë me një goditje të fortë që bëri të dridheshin pjatat e kristalt. Rregulloi jakën e këmishës dhe bëri disa hapa përpara me atë ecjen e tij autoritare që zakonisht i bënte të gjithë t'i ulshin syt me respekt e frikë. Kush je ti dhe si guxon të shkelesh në pronën time e të prishësh dasmën e djalit tim? Zëri i Ilirit jo vetëm që rëndoi mbi sallë, por jehoi në çdo kënd, i mbushur me një përbuzje të thellë e të padiskutueshme. Ai ngriti dorën e tij të trash duke treguar me gisht drejt gruas së re dhe fëmijës që po dridhej pranë saj. Sot këtu ka gëzime respekt për familjet tona. Nuk është vendi për lypës e rrugësh që kërkojnë mëshirë apo para. Roje, këmbë e saj të mos shkel më brenda. Nxirreni jashtë këtë fatkeqe dhe mbyllini ato dyert. Dy burra të fuqishëm me kostume të zeza, që qëndronin te roja e hyrjes, bën menjëherë një hap përpara për ta kapur gruan nga krahë. Por Elira nuk bëri asnjë hap prapa. Ajo nuk u friksua nga pamja e rojeve e as nga zëri i ashpër i njeriut, më të fuqishëm të krahinës. Përkundrazi, ajo ngriti kokën lart, hoqi me një lëvizje të shpejtë flokët e lagur nga fytyra dhe e fiksoi vështrimin e saj drejt e mbi Arbenin, dhëndrin që ende mbante unazën e artë në dorë, por që tashmë kishte humbur çdo ngjyrë në fytyrë e po e shikonte atë si të kishte parë një hije nga e kaluara. Mos u ngut të urdhërosh e të fyesh, Ilir Krasniqi. Zëri i Elirës nuk ishte i lartë, por ishte aq i prerë, i pastër dhe i mbushur me një forcë të brendshme, sa që dy rojet ndaluan instinktivisht hapat e tyre, sikur të ishin goditur nga një rufe. Salla mbajti frymën. Të ftuarit u afruan më pranë, nuset e tavolinave të tjera nxorën telefonat, ndërsa babai i nuses nisi të shikonte me dyshim e me vetulla të ngritura nga Iliri. Elira ngriti dorën e saj të majtë, atë me të cilën po mbante fort letrën e zverdhur e të lagur nga shiu, dhe e drejtoi drejt nuses së veshur me të bardha, e cila po qëndronte e ngrirë pranë Arbenit. Dhe ti, vajzë e re, vazhdoi Elira me një zë që pikonte dhimbje e urrejtje të grumbulluar prej viteve. Para se të vendosësh atë unaz në gisht dhe para se të betohesh për dashuri me këtë njeri, shikoje mirë në sy. Tregoi të gjithëve këtu se fustani yt i shtrenjtë, këto drita e ky luks i papar po paguhe me gjakun e vëllait tim të vetëm, që 6 vite më parë mbuluat nën dhe menduat se mund ta blinit heshtjen e tij me parat tuaja të fëllishura. Fjalët e saj ranë si një çekan i rënd mbi të gjithë të pranishmit. Arbeni u bë uqër në fytyrë. Duart e tij nisën të dridheshin duke lëshuar unazën që ra me një zhurmë të lehtë mbi dyshemen prej druri. Nusja bëri një hap prapa, duke hequr dorën nga i fejuari i saj dhe duke e parë me një miksim tmerrje hutese, ndërsa Ilir Krasniqi u zbeh për një sekond të vetme. Një sekond ku çdo kush në atë sallë e kuptoi se ajo grua e varfër me pallto të vjetër nuk kishte ardhur për të kërkuar lypje, por për të shembur perandorinë e tyre të renave. Heshtja që pushtoi sallën pas fjalëve të Elirës nuk ishte më një heshtje normale pikpyetjesh, por një peshë e rëndë që po mbytte çdo frymëmarrje. Sytë e qindra të ftuarve u kthyen menjëherë nga Arbeni, i cili po qëndronte i palëvizur, me shikimin e ngulur për tokë mbi unazën e artë që sapo i kishte rënë nga duart. Fytyra e tij kishte humbur çdo ngjyrë, ndërsa djerës të ftohta nisën t'i rreshqisnin përgjatë ballit. Në mendjen e tij, e kaluara që e kishte groposur me aq kujdes 6 vite më parë, u kthye menjëherë si një makt që s'mund ta ndalte më. 6 vite më parë, në një natë të errët e me shi të dendur si kjo e sotmja, Arbeni po kthehej nga një festë e shfrenuar në kryeqytet, duke i dhënë makinës me një shpejtësi marrëse e nën efektin e alkoolit. Në kthesën më të rrezikshme të hyrjes së fshatit, ku rruga ishte ngushtë e pa ndriçim, ai kishte humbur kontrollin e mjetit duke goditur fuqishëm një djalë të ri që po kthehej në shtëpi me biçikletë pas një dite të gjate të lodhshme pune. Ai djalë ishte vëllai i vetëm i Elirës, mbrojtësi dhe e ardhmja e asaj familjeje të thjeshtë. Në vend që të ndalonte e t'i ofronte ndihmë, Arbeni, i tmerruar nga pasojat,
I kishte dhënë gaz makinës duke u larguar nga vendngjarja dhe duke lënë djalin të gjakosur në buzë të rrugës, ku edhe kishte ndërruar jetë pas pak minutash. Kur lajmi mori dhënë dhe policia nisi hetimet e para, hyri në lojë Ilir Krasniqi. Me fuqinë e parave të tij, me lidhjet e forta politike e me ndikimin absolut mbi autoritetet lokale, Iliri arriti të zhdukte çdo provë nga vendi i ngjarjes brenda pak orësh. Makina e dëmtuar e Arbenit u dërgua me shpejtësi jashtë vendit për t'u shkatërruar, ndërsa kamerat e sigurisë së zonës u fshin sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Megjithatë, për të shmangur çdo dyshim apo hetim të mëtejshëm nga familja e viktimës, Iliri kishte shkuar vetë natën në shtëpinë e tyre të varfër. Ai u kishte ofruar një pakt të heshtur e të padiskutueshëm, një shumë të madhe parash çdo muaj për të mbajtur nënën e sëmurë dhe për të rritur fëmijën e vogël, orfan që kishte mbetur pa baba, me kushtin e vetëm që ata të mos kërkonin kurrë të vërtetën e të mbyllnin gojën përgjithmonë. Për vite me radhë, familja e Ilirës kishte pranuar atë ndihmë në heshtje, e thyer nga dhimbja dhe e pafuqishme për t'u përballur me perandorinë e Krasniqeve. Por 6 muaj më parë, kur Ilir Krasniqi nisi përgatitjet për këtë dasmë të madhe dhe mendoi se e kaluara u harrua përfundimisht, ai vendosi t'i ndërpres ato pagesa. Jo vetëm që i ndërpreu, por kur Ilira shkoi ta kërkonte për ta pyetur, Iliri e kishte dëbuar me roje nga zyra e tij, duke e kërcënuar se po të guxonte të përmente ma të ngjarje apo të hapte gojën te policia, do t'i dëbonte nga fshati dhe do t'i linte pa kulm mbi kokë. Ajo që Iliri dhe Arbeni nuk e dinin, ishte se vëllai i Ilirës, pak minuta para se të ndërronte jetë në spital, i kishte lënë motrës së tij të vetmen provë që krasniqet s'mund ta blinin dot. Një letër me shkrimin e tij të dridhur ku shkruante targën e makinës që e goditi dhe emrin e Arbenit, të cilin e kishte njohur në çastin e aksidentit. Elira e kishte ruajtur atë letër si gjën më të shtrenjtë në jetë, duke pritur momentin e duhur kur paratë e tyre nuk do t'i mbronin dot më. Dhe ai moment kishte ardhur sot, në mes të sallës luksoze, para syve të gjithë atyre që i konsideronin krasniqet si të paprekshëm. Arbeni qëndronte në gjunjë midis dy shemes prej druri, me ballin thuajse të mbështetur mbi pllakat e ftohta dhe me duart që i dridheshin pa kontroll mbi fytyrë. Lotët i rreshisnin përmes gishtave, duke pikuar mbi pëlhurën e shtrenjtë të kostumit të tij italian. Ai nuk ishte më djali arrogant i Ilir Krasniqit, i mësuar të ndante botën me para e pushtet. Ishte thjesht një njeri i thyer nga pesha e vetë ndërgjegjes dhe e tmerrit që i kishte mbytur shpirtin për 6 vite me radhë. Çdo nga shërimi i tij dëgjohej i qartë në sallë, sepse muzika kishte heshtur përgjithmonë dhe të ftuarit kishin ndalur çdo lëvizje. Ilir Krasniqi bëri një hap drejt të birit, me duart që u përpoqën t'i ngriheshin për ta kapur nga krahu e për ta ngritur përsëri në këmbë, siç kishte bërë gjithë jetën e tij. Por për herë të parë, dora e tij mbeti në ajër. Sytë e tij të egër, që dikur bënin të dridhej i gjithë fshati, tani vareshin të zbrazët e të panikuar. Ai pashmangshmërisht e kuptoi se askush në atë sallë, as rojet e tij të armatosura, as miqtë e tij politikan, e as milionat e depozituara në banka, nuk mund ta blinin më atë sekond. Fytyra e tij, e skuqur më parë nga alkooli e vetkënaqësia, u zbeh në ngjyrën e hirit. Nusja vazhdonte të largohej drejt daljes, duke mos kthyer kokën pas as edhe për një sekond të vetme. Fustani i saj i bardhë, i gjatë me dantella të çmuara, tërhiqej mbi dyshemen ku pak më parë qëndronte velloja e hedhur si një pëlhure e pavlefshme. Babai i saj e mbante fort nga krahu, duke hapur rrugën mes turmës së të ftuarve që ndaheshin në dysh me një heshtje të përzier me tmerre për çmim. Asnjë nga të afërmit e nuses nuk u ndal për t'u përshëndetur apo për të kërkuar sqarime. Prishja e asaj fejese ishte absolute, publike dhe e pakthyeshme. Gjatë gjithë këtij kaosi, Elira nuk lëvizi asnjë milimetër nga pragu i derës. Ajo qëndronte aty, e palëkundur si një shkëmb në mes të stuhisë, me të birin e vogël të kapur fort pas palltosë së saj të vjetër. Sytë e saj nuk përmbanin më urrejtje apo zemërim të shpërthyer, por një qetësi të thellë e të ftohtë, qetësinë e një njeriu që sapo kishte kryer një detyrë të shenjtë ndaj gjakut të tij. Djali i vogël, duke ndier se ëma nuk po dridhej më,
ngriti kokën dhe e shikoi atë me sytë e tij të mëdhenj të pastër, pa e kuptuar plotësisht se ëma e tij sapo kishte shembur perandorinë e njerëzve më të fuqishëm të krahinës. Pëshpërimat në sallë nisën të ktheheshin në një murmurim të madhe. Të ftuarit nga tavolinat e pasme nisën të ngriheshin një nga një, duke lënë gotat e paprekura e ushqimet e shtrenjta mbi tryeza. Asnjë nuk donte më të ishte dëshmitar i asaj nate, apo të lidhej me emrin e familjes Krasniqi. Kamerat e telefonave vazhdonin të regjistronin çdo detaj. Dhëndri në gjunjë duke qajtur, babajnë e tij të mbetur pa fjalë në mes të sallës dhe letrën e vjetër që Elira mbante ende të ngritur lart si simbolin e vetëm të së vërtetës. Maskat e luksit, nderi të rrem dhe paprekshmërisë ranë përfundimisht, duke kthyer atë dasmë përrallore në arenën e dështimit më të madh moral që kishte parë ndonjëherë ajo tokë. Edhe pse brenda sallës gjigante kaosi, murmurimat dhe heshtja e rëndë përplaseshin në mënyrë të etshme, jashtë në oborin e gjerë prej guri u dëgjua një zhurmë e re që nisi të mbytte çdo përshpëritje të ftuarve. Dritat e kuqe dhe të blu të makinave të policisë nisën të pasqyroheshin mbi xhamat e mëdhenj të restorantit, duke prerë mjegullën e dendur të natës dhe shiun që vazhdonte të ravishte pa pushim. Të ftuarit që po largoheshin me ngut nga dyert e pasme u ndalën te pragu, të tmerruar, ndërsa disa oficeri me uniform hyn me hap të shpejt, të prerë me fytyra të rënda drejt mesit të sallës, të njoftuar nga thirrjet e panumërta që kishin bërë vetë njerëzit nga telefonat e tyre gjatë atyre minutave dramatike. Në vend që t'i drejtoheshin Elirës apo ta trajtonin atë si një penguese të zakonshme ceremonie, oficerët u ndalën direkt përpara Ilir Krasniqit dhe djalit të tij, Arbenit, i cili vazhdonte të qëndronte i rrëzuar në gjunjë me fytyrën e mbuluar nga lotët. Komandanti i grupit nxori nga xhepi i brendshëm një fletë arresti zyrtar, duke ja lexuar Arbenit me zë të lartë e të qartë të gjitha akuzat. Aksidenti rënd me pasojë vdekjen, braktisje e viktimës në vendngjarje, fshehje e krimit dhe manipulimi i provave zyrtare për 6 vite me radhë. Për herë të parë në të gjithë jetën e tij, Ilir Krasniqi provoi ndjenjen e tmerrshme të qenit krejtësisht i pafuqishëm. Ai bëri një hap përpara, me duart që i dridheshin nga zemërimi e paniku, duke u përpjekur të ndërhynte me zërin e tij të vjetër autoritar. A e dini me kë po flisni? A e dini kush jam unë e cilët janë miqtë e mi në kryeqytet? Por oficeri i policisë as që e pa në sy, vetëm se ngriti dorën për ta ndalur dhe i tha ftohtë. Ligji nuk pyet më për emrin tësh, Krasniqi. Mjaft me këtë lojë. Për herë të parë, kërcënimet e tij nuk kryenin më punë. Paratë e tij nuk kishin asnjë vlerë dhe njerëzit e lartë që ai përmendte gjithmonë nuk po i përgjigjeshin as në telefon. Prangat e çelikut u vendosën mbi kyçet e Arbenit me një kërkëllim të ftohtë e të mprejtë që u dëgjua deri në tavolinat e fundit. Arbeni u ngrit nga gjunjë ngadalë, pa bërë asnjë rezistencë, pa thënë asnjë fjalë të vetme, i dorëzuar plotësisht te faji i tij dhe te lehtësimi i çuditshëm se makthi i fshehjes përfundoi më në fund. Sytë e tij takuan për një sekond të fundit sytë e Elirës, por në vend të zemërimit, ai uli kokën me turpe për çmim ndaj vetvetes, ndërsa rojet e policisë e tërhiqnin drejt makinës zyrtare. Elira e ndoqi të gjithë skenën pa lëvizur asnjë centimetër nga pragu i derës së madhe. Kur oficeri mori në dorë letrën e zverdhur e të lagur nga dora e saj për ta protokolluar si provë zyrtare të materializuar, ajo lëshoi një frymëmarrje të thellë e të gjatë. Një frymëmarrje që e mbante të bllokuar në gjoks prej 6 vitesh të gjata e të mundimshme. Pesha e madhe e padrejtësisë, e frikës, e kërcënimeve të përditshme dhe e stërmundimit që ja kishte gërryer shpirtin që nga dita e humbjes së vëllait, u zhduk brenda pak sekondave. Ajo nuk fitoi pasuri, nuk kërkoi para e as nuk kërkoi një hakmarrje të egër apo me dhunë. Ajo thjesht i ktheu pafajsinë, nderin dhe dinjitetin emrit të vëllait të saj të ndjer dhe i tregoi djalit të saj të vogël se e vërteta është gjithmonë më e fuqishme se çdo perandori e ngritur mbi rrena e para të fëlliqura. Ajo kapi dorën e vogël të djalit të saj edhe më fort. U kthye ngadalë nga dera e hapur dhe nisi të ecte e qetë drejt daljes. Ndërsa mbrapa saj salla e madhe po zbrazej plotësisht. Tavolinat luksoze mbeteshin të braktisura dhe dritat festive po fikeshin një nga një duke lënë restorantin në errësirë.
Elira eci përmes shiut të ftohtë të natës me kokën lartë e me shpirtin të çliruar. Parat mund të blejnë heshtjen e njerëzve për një kohë të caktuar, mund të ndërtojnë fasada luksi e të blejnë pushtet, por e vërteta gjen gjithmonë rrugën e saj për të dalë në dritë, edhe nëse duhet të pres vitet më të vështira për ta bërë këtë.